Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, GKK, ka shpallur vendimin përfundimtar për 8 të pandehur të akuzuar se përmes një skeme mashtrimi premtonin dhënien e banesave sociale në Durrës. Në përfundim të gjykimit të shkurtuar, trupa e gjykuese shpalli fajtor të gjithë të pandehurit, duke caktuar masa të ndryshme dënimi, nga burgime efektive deri në vendime me vënie në provë. Gëzim Sylaj u shpall fajtor për disa episode të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm në bashkëpunim me të tjerë. Ai u dënuar gjithsej me 3 vite e 6 muaj burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi u ul në 2 vite e 4 muaj burg, të cilin do ta vuajë në një burg të sigurisë së zakonshme, duke nisur nga arrestimi i tij më 19 nëntor 2024. Ai u dënuar gjithashtu për mbajtje pa leje të armëve të gjuetisë dhe ato sportive. Edhe bashkëpunëtorët e Sylajt, përfshirë Vasil Karasalion, Viola Memon dhe Behar Eluzin, u shpallën fajtor dhe u dënuan me dënime nga 2 deri në 3 vite burg, por për shkak të uljes së dënimit me 1/3 sipas ligjit, dënimet përfundimtare variojnë nga 1 vit e 4 muaj deri në 2 vite burg. Viola Mema dhe Behar Eluzi përfituan gjithashtu nga bashkimi i dënimeve dhe u dënuan përfundimisht me 2 vite burg secila. Për Luzin, gjykata urdhëroi pezullim të ekzekutimit të burgimit dhe vënie në provë për 4 vite, me detyrime për të komunikuar rregullisht me shërbimin e provës Durrës. Engji Çelaj, e dënuar për 2 episode të ndikimit të paligjshëm, u dënuar përfundimisht me 1 vit e 10 muaj burg, por dënimi i saj u pezullua dhe ajo u vu në provë për një periudhë 3 vjetë e 8 muaj në mbikëqyrjen e shërbimit të provës Durrës. Gazment Panxha u dënua me 10 muaj burg, ndërsa Sokol Sylaj me 8 muaj burg, pas uljes me 1/3, të cilat gjithashtu u pezulluan me vendim gjykate, duke u vendosur në provë përkatësisht për 20 muaj.